can fly. Igli ndan imazhet e para me gjestin jashtë shtëpisë së Big Brother VIP duket kaq e lumtur, por ç'thot ajo? Raporti i gjestit dhe Iglit është diskutuar pafund që nga fillimi Big Brother VIP Albania, edhe pse çifti nuk u deklaruan me premtime pas martesës, por duket se pas daljes ata janë parë në krahët e njëri tjetrit. Igli ka ndarë një video ku shihet e lumtur në krahët e gjestit, teksa është shprehur ndër të tjera. Dje, sot dhe nesër, padyshim veprimi i çiftit ka bërë bujë të madhe dhe ndjekësit kanë reaguar me komente të shumta, teksa ky moment që bëri johor në rrjetet sociale i ka dhënë edhe fund spekulimeve mbi statusin e të dyve, të cilët ishin distancuar nga njëri tjetri në ditët e fundit. Madje Igli në të dalë ishte shprehur tepër vrasht duke thënë: "Nuk kam as minimalisht dëshirë për të bërë asnjë përpjekje, në dhem shumë, por jeta vazhdon. Nëse me gjestin nuk do e vazhdoj marrëdhënien, ai do vazhdoj jetën e tij dhe unë do vazhdoj timen", tha Igli, e cila e theksoi se është 50-50 nëse dëshirojnë që ta nisin jashtë lidhjen midis tyre ose jo, por krejtëndryshe duket nga videot në rrjetet sociale. Gjesti u shpall fituesi i edicionit të 4 e mori plot 100.000 euro, ndërsa deklaroi për këtë marrëdhënie me Iglin se siç e ka deklaruar brenda shtëpisë nuk e sheh një lidhje serioze në planin afatshkurtër dhe vetëm dëshirojnë që t'ja kalojnë mirë. Nëse Igli do jetë dakord, edhe unë jam dakord, u shpreh Gjestit, ku çifti i njohur duket se kanë gjetur paqe me njëri tjetrin. E madje ka shpërndarë edhe një foto të përqafuar me Iglin që ka bërë xhiro në rrjetet.